nga vlogmas numër 10. Jemi këtu në vlogmas numër 10, jam për 10 video deri tani dhe nuk e di se si ju janë dukur, a ju kanë pëlqyer apo jo, por jam munduar që të regjistroj edhe pse kam qenë pak e zënë këtë periudhë dhe prandaj nuk kam qenë shumë aktive me video në YouTube, por siç që thash dhe nga video e kaluar, do përgatisim 2 deri në 3 video në javë. Aq është mundësia ime dhe këto janë ditët e mia të thjeshta, rutina ime këtu në Tiranë. Tani siç e shihni jam te këndi I kuzhinës. Jam rregulluar pak që të bëjmë dhe ndonjë video të bukur, sepse gjithmonë ngelëm duke dalë me pijame, edhe pse unë në përgjithësi në shtëpi ashtu ri, por në video duhet të dukemi edhe pak bukur. Unë ndeza pak edhe këto qerin, të cilët I përdor vetëm kur bëj ndonjë video. Këtu kam pantispanjë në ngjyrë të kuqe. Çfarë do përgatisim me këtë, thoni ju? Me këtë do përgatisim një tortë në formë peme, që shpresoj shumë t'ja dalë, sepse nuk e kam bërë ndonjëherë në formë peme në një tortë, por nuk është se është në një gjë e vështirë. Kam bërë gati këtë pjatancën, të cilën mendoj ta vendos këtu tortën nesër, sepse nesër do bëjmë setin e fotove me Evën, një set fotosh të cilën do ta publikoj me datën 10 dhjetor. Kush e di se çfarë është në 10 dhjetor, por unë atëherë do t'i tregoj në Instagramin tim, që do ja u lë këtu poshtë, besoj se e dini. Atje do t'i postoj të gjitha fotot që ne do bëjmë me Evën ose edhe në një video të shkurtër. Kam këtë pjatancën e bukur që është me këto pemët. Kam edhe kompletin e pjatave, e cila është e njëjtë me këtë pjatancën. Këtë kam dashur t'ja marr mamit në Finland, po nuk kam arritur akoma t'ja marr. Gjithashtu kam edhe këtë tjetrën që kam vënë diskun e tortës, ku do vendosim tortën pastaj. Nuk e kam atë diskun rrotullues të tortave sepse e kam çuar në Finland, kështu që do mundohemi me këtë që unë kam vendosur diskun. Do përgatisim tani pak kremin me të cilin do bëjmë mbushjen e tortës. Mua dje për çudi, kur po përgatisja pantispanjën, sepse pantispanja tani është e ftohtë, e kam bërë që dje, mu prish edhe ai mikser I vogël që kisha. Prisni t'ja u tregoj se e kam lënë këtu që ta hedh. Është ky këtu. E kisha mirë, domethënë për në një punë të vogël. Edhe ky që kisha mu dogj. Tani do mundohem ta bëj kremin e tortës me dorë, nuk është se është një krem I vështirë që nuk mund ta arrij ta bëj me mikserin e dorës, por çfarë të bëj? Këtu kam përgatitur qyqpark, që tani është pak fare e vakët, sepse na duhet e ftohur, jo e nxehtë për kremin. Do bëjmë mbushjen e tortës me kremin dulce de leche. Gjithashtu kam bërë pak sherbet, me të cilin do lagim pantispanjën, dhe tjetër, nuk e di nëse duhet t'i vendos në një mbushje tjetër tortës, në një shije tjetër, por mendoj se mjafton me këtë kremin dulce de leche dhe kam edhe me ca copsa çokolate, të cilat I kam këtu poshtë. Sa t'i gjejmë, shikoni, kam edhe këto kokrizat e çokolatës, të cilët mendoj t'ja shtoj kremin dulce de leche dhe ta bëjmë pak interesante. Do me thënë do kemi 2 lloj shijesh. Shija e parë është e kremit të bardhë me mascarpone dhe shija e dytë është dulce de leche me copsa çokolate. Këtë tortën siç do ta marrim tek studio, do ta ham atje me njerëzit e tjerë dhe do bëjmë fotot e bukura. Tani po marr tasin për të përgatitur kremin dhe mos bëhemi më shumë vonë, sepse dua që ta lëm të mpikset në frigorifer. Nesër do ju marr gjithashtu me vete tek studio, por në mëngjes kam lënë një orar, kam lënë shumë herët, sepse do rregullohem. Do shkoj të bëj pak një make-up profesional dhe të rregullojmë të bëjmë një krehje flokësh të thjeshta. Lookun që kam zgjedhur do ja u tregoj nesër, I kam provuar dhe më pëlqejnë shumë se si duken. Gjithashtu, të gjitha detajet e tjera do t'i shihni gjatë vlogut. Tani Ku kam shtirë me pa syve me
Kremi është gati edhe ka këtë lloj konsistence, do me thënë që të na qëndroj edhe është i butë edhe i fort mjaftueshëm. I hodha pak edhe lëkurë limoni sepse i jep goxha shije të mirë. E heqim edhe peshore. Këtu kam marrë nga këto qeset e pasticcerisë sepse ke kisha ngelur, siç ju thash, nuk e di kur ja thash në cilën video, nuk kisha qese pasticcerie. Edhe shkova atje ku unë i marr gjithmonë. Edhe mora nga këto qese të cilat nuk janë një përdorimshme, por mund që t'i lani edhe t'i përdorni herë të tjera. Në fakt ishin 10 copë, i mora 3.000 lekë, edhe është një çmim goxha i mirë, sepse nuk janë të trasha, nuk qahen edhe mund t'i përdorësh herë tjetër. Tani, po ashtoj kremin tek qesja e pasticcerisë, që ta kem për torta. Dua të bëj edhe një reels të bukur për Instagramin tim të pasticcerisë, jo tek Angela Lilo, që të kem sa më shumë video të bukura atje, që edhe njerëzit të shikojnë se si unë bëj ëmbëlsirat apo se si bëj tortat. Më përpara unë nuk ja kisha haberin bërjes së tortave para disa vitesh. Edhe nuk e shikoja veten tek bërja e tortave, por më pëlqente më shumë të bëja ëmbëlsira të tjera, më të thjeshta, sepse torta duan goxha aftësi. Nuk mund të them që unë jam super e mirë në bërjen e tortave, por i bëj të shijshme. Duhet të punoj akoma edhe shumë në dizenjon e tyre, se si duhet t'i dekoroj nga jashtë. Kam shumë ide, por duhet thjesht të shkathësohem. Edhe e keqja me mua është se unë nuk është se po e praktikoj shumë, nuk është se ja marr shumë me këtë pjesë. Tortat në fakt duan që të merresh gati çdo ditë, të bësh të ndryshme në mënyrë që të shkathësosh, do thoja, po edhe të praktikosh dorën në mënyrë që të dalin akoma edhe më të bukura, të mësosh më shumë. Por avash do i futemi edhe kësaj pune, sepse është pasioni im edhe më pëlqen shumë të merrem. Tani, këtë tasin po e lë këtu, edhe kremin këtu se e mbushëm plot. Dhe të fillojmë me krimin e tortës. Tani po e lash peshirin. Marrim biskun dhe të fillojmë me krimin e tortës. Këtu kam kremin dulce de leche, i cili është në gjendje shumë të mirë, është ftohur plotësisht dhe fillojmë nga puna. Do ndryshoj pak tripodin ku kam kamerën do ta vendos te ky që është në fakt, dhe telefonin ta vendos në një tripod tjetër sepse duaj që të bëj reelsin e Instagramit. Dhe reelsin e Instagramit duaj që ta regjistroj me kamerën sepse është më nxjerr më pastër dhe më bukur sesa telefoni im që po jep shenjat e përfundimit të tij. Sa po përfundova dhe tortën, në fakt e prisja të dilte pak fare më ndryshe,
por mendoj se ja kam dalë dhe duket bukur. Do doja të kisha edhe disa deg bredhi të vogla, ato fijet jeshile, por nuk e di nëse do gjej nesër, besoj se po, që t'ja shtoj pak në kremin e bardhë, duke qenë se jep goxha pamje dhe i thyen pak ngjyrat. Po e kthej kamerën dhe po ja u tregoj se si duket torta e përfunduar, sepse duhet ta vendos direkt në frigorifer, nga që kam pak minuta që po e mbaj këtu jashtë, që po i bëj fotot edhe videot. Kjo është dhe torta e përfunduar. Jam munduar që ta bëj të bukur. I kam vendosur këto topthat që janë çokoladë brenda, por nga që kishin këtë ngjyrën e bukur të kuqe dhe jeshilen, mendova që do t'i japin goxha pamje tortës. I vendosa dhe një fjongo edhe qyrin që i pleva atje në formë ylli. Më duket bukur. Të shikojmë se si do na dalin dhe nesër fotot. Unë sa po bëra një dush edhe do përgatis pak darkën, duke qenë se sot nuk isha gatuar në një gjë, sepse di kisha bërë pispili. Tani për darkë kam nxjerr pak mish pule dhe marinova dhe do ta bëj me pak kuskus, do ta bëj kështu të përzier, sepse darkë është edhe të ham dhe një gjë të lehtë. Ndërkohë pastaj do vendos edhe një maskë që ta bëjmë gati lëkurën për nesër, që të lyhemi dhe të bëhemi gati për seti. Unë sa po krefa flokët edhe do shtoj pak nga ky serumi i kerastases, që është shumë i mirë. Nuk e di për njerëzit e tjerë që i kanë provuar këto produktet e kerastases, por unë jam shumë e kënaqur edhe më pëlqejnë shumë. Më arritu flokët goxha, më janë bërë për të prerë, por mendoj t'i pres pak më vonë, t'i shtyj edhe pak. Nuk e di, por sot ndjem shumë e lodhur, dhe prandaj videon e hapa tani në darkë që po bëja tortës, sepse gjatë ditës kam qenë goxha e zënë me disa punë të mia, edhe nuk kam pasur kohë të hap kamerën edhe të regjistroj. Duke qenë se kisha për të bërë tortën, do bëja pak edhe skincare-in tim, thash pse jo të hap video një ditë përpara se ne të bëjmë setin e fotove. Tani u kam këtë maskën e kerastases, nuk e di, po i bëj lëmsh, por kam këtë maskën e Sephorës që e mora kur isha në Greqi tek mami. Edhe është glow mask me vitamin C, edhe thot color changing. Tani nuk e di sa duhet ta mbaj unë këtë. Duhet ta japi këtu në fakt, 30 minuta duhet ta mbaj. Ndryshon ka ngjyrën. Remove when clear. Kutjet e pastër. Le ta hapim e ta shikoj se si do jetë, sepse nuk e kam idenë. Më duket sërë si ajo me kolagjen që është e ndarë në pjesë, po. Thjesht këtë duhet ta mbajmë 30 minuta dhe jo gjithë natën siç mbaj ajo tjetra që na e nxiu jetën, sepse ishte shumë e sikletshme natën edhe rëshkiste. Tani sa t'ja gjej unë anën kësaj. Gati, nuk flas dot tani, se më rëshket kjo. Por shihemi mbas 30 minutash. Erdhi momenti të heq maskën dhe shikoni pak se si ka ndryshuar ngjyrën edhe është bërë e tejtukshme. Në fillim po më rërsohej, po më rëshkiste pak kjo pjesa këtu, por tani është momenti ta heqim sepse dua që të shtrihem edhe të çlodhem. Në fakt, çfarë kur e vendosa, mora mamin tim, por ajo kishte rënë të flinte gjumë, edhe thash, a është babi zgjuar, se e di që ai gjithmonë bën komentet e bukura që mua më mekin si qeshuri, edhe e mora në telefon, e po më shikonte kështu. E më tha, qa bën kështu më i qumë, që ke këto budallishe? Shikoni pak që ndryshimi, wow, duket si pasqyrë, nuk e di, po më ndryqon fytyra, edhe nuk ngjit, është plotësisht e tharë, dhe shikoni pak çfarë shkëlqimi më ka dhënë.
do i them mamit më marrit të tjera nga këto maskat, sepse më pëlqevi shumë. Nuk e di nëse kanë sjell tek Rossmann maska të tilla që ju ndryshojnë ngjyra, sepse vërtet ja vlekan. Unë kam filluar të përdor përsëri, se unë këtë punë kam, i filloj nuk jam një njeri i rregullt për sa i përket skincare-it, përtoj. Kjo është e gjitha. Ky është retinoli Monodermës, edhe është i mirë, por nuk mund t'ju them a ja vlen apo jo, sepse unë se kam përdorur sistematikisht. Dhe kam dëgjuar që retinolin ose serumin, nëse se përdor për një periudhë të caktuar, domethënë e lë atë kështu të hapur siç e lë unë, mbase prishet edhe nuk e kryen më atë funksionin. Por pyetëm zotin Çat, të na thoshte që si mund të dallojmë serumin ose retinolin nëse është prishur, dhe aty tregonte që i ndryshojnë ngjyra, mban erë, por retinoli nuk i ka këto veçori, kështu që e kemi akoma në gjendje. Nëse pas disa ditësh më shihni me putra edhe me një fytyrë të acaruar, larg qoftë, dijeni se nga kush më ka ardhur. Tashi si një korçare që kursen, unë nuk i hedh gjërat kaq kollaj. Do shikoj nëse do na bëj punë, por besoj se është mirë, sepse aromën e ka njësoj siç ka qenë në fillim, edhe ngjyra është po e njëjta. Ua, ç'është shkëlqimi. Unë kisha dëshirë, më doli kjo puçra këtu aknet, edhe unë mërzitëm shumë kur më derdhe një puçër, sepse fytyra ime është shumë e pastër edhe nuk kam vuajtur asnjëherë, as në adoleshencë nuk kam pasur kurrë puçra, përveç se ato ditë të muajit kur mund të dalin në një këtu ose tek balli, siç më ka dalë tani. Por jo mërzita, po më duk sikur, nuk e di, sikur ka ngrënë budalliqe këto kohë, e sikur më ka ndikuar ndonjë gjë. Edhe thash do gjej në një klinikë për të shkuar për të bërë thjesht një pastrim të fytyrës, sepse unë nuk kam bërë kurrë, domethënë më bëj 29 vjeç për një javë, edhe nuk kam bërë asnjëherë pastrim të fytyrës. Mirë, po kam edhe frikë, me thënë të drejtën, sepse kam dëgjuar shumë që janë klinika jo të specializuara për këto lloj gjërash, kam dëgjuar vajza që thonë që nga mos u trëmi, që nga një pastrim që mund të kenë bërë ju është acaruar lëkura më shumë, kështu që nuk e di se ç'a të bëj edhe unë, edhe se si të veproj, por të shikojmë, ta mbajmë një herë mirë me këto maskat, dhe kam haruar t'ju tregoj. Kam marrë një mask për poret, që për tërë fytyrën, po për këtë pjesën këtu edhe për të zonën T, që quhet, që unë e ndjej që më janë shtuar poret, edhe e mora të Skin Cold-it. E kisha parë në Instagram tek Magi, ose tek Rejona, më duket që e përdorin këtë lloj maske dhe është një nga maskat më të mira për poret, është zvicerane edhe doja ta merrja dhe unë, është për fytyrë mikse dhe i të yndyrshme. Tani mua te kjo pjesa këtu, përderisa mua më krijojnë poret, farmacistja më ka thënë që është pak e yndyrshme kjo zona këtu. Tani, unë u futa në për farmacit online këtu në Shqipëri dhe që do ju tregoj. Do ju tregoj këtë skandalin e çmimeve që bëhet këtu me abuzimin që ju bëhet produkteve këtu dhe nuk është se na vinë në cilësinë e duhur siç mund t'i gjesh jashtë. Dhe kjo është e sigurt që ne nuk i kemi njësoj siç mund të jenë në Greqi, në Itali, në Finland, në Zvicër apo në Gjermani, nuk e di ku tjetër. Dhe u futa në shumë farmaci, kishin të njëjtat çmime, luani me 1000 lekë, me 2000 lekë me njëra tjetrën. Dhe tek farmacia që unë bleva atë kremin në syve që e kam marruar në Finland, gjeta këtë maskën e poreve dhe gjeni pak se sa lekë ishte. Ishte 48.000 lekë. Dhe gjasme për Black Friday e kishin bërë 36.000 lekë. Nuk e di, mu duk shumë, por thash okej, është maskë, është Skin Cold. Pastaj, duke qenë se babi im do niset të dielën të vi këtu, edhe do më vi babushka, me që kujtova që babi do vi në Shqipëri, thash pse jo mos ta porosis tek ajo farmacia që i ka marrë gjithmonë, që bleja dhe shampullin e Kerastasit që i gjej me super çmim, edhe këto produktet e skincare-it. Me që më shkoj mendja që babi do vi, të vëm edhe hidratusin,
Me që babi do vit, thash pse jo mos ta marr në Greqi, më e mirë është, më cilësore, edhe sigur që çmimi do ishte ndryshe. O futa tek farmacia që i marr gjithmonë. Nëse ndonjëra prej jush jeton në Greqi apo ka njerëz, po të doni më shkruani në Instagram ose në komente dhe t'ju jap linkun e kësaj farmacie edhe të shikoni se si i kanë produktet edhe se sa më lirë janë nga Shqipëria. Dhe gjojeni pak se sa ishte ai maska e poreve. Ishte plot 21 euro dhe kam ngelur e çuditur si ka mundësi. Është 20 euro, 21 euro dhe ti e shet 48.000 lek, e shet 2 fishin e çmimit. Nuk e kuptoj, do me thënë, okej, mund të luaj me 4.000 lek, me 5.000 lek, hajde 6.000 lek ose deri 10.000 lekshi. Po ti 28.000 lek më shumë, mua më duket super abuzim. Dhe kjo sigur që bëhet edhe me produkte të tjera, si për shembull me shampat e Kerastases, që këtu i shesin super shtrenjtë, ndërsa në Greqi dhe vende të tjera i gjen më lirë. Dhe sigurisht që e porosita do ma sjelli babi të dielën dhe të dielë që do na e sjelli, do ta provoj sepse kam shumë nevojë të bëj një maskë për fytyrën, për të pastruar përporet dhe të shikojmë se si do na bëhet kjo zona këtu. Po këtë gjë po e diskutoja dhe me Adelën, dhe me Rajn, dhe me Anën, dhe me shoqet e mia në përgjithësi. Edhe u fut edhe Adela në një farmaci në Gjermani dhe ishte 27 euro. Është okej, se tani është edhe pjesa e eksportit e këtyre transportit që paguhen edhe këto gjëra, taksave. Por tani nuk mund të jetë 2 fishi çmimit që ti e merr në një vend tjetër. Më duket absurde se si mund t'i ngrejnë kaq shumë çmimet edhe t'i bëjnë në kaq shumë diferencë me vendet e tjera. Nuk e di, jam çuditur edhe kam hequr dorë së bleri produkte. Se shqyr zotit e kam mundësinë që t'i marr në Greqi ose në Finland, por në Greqi janë më lirë se në Finland, sigurisht. Edhe paktën e di që i marr aty të sigurta dhe të tamam siç janë, edhe më ullët në çmim se sa në Shqipëri që ja fusin kot. Po, kot së koti, nuk e di si i bën këto ndryshime dhe këto çmime kaq të shtrenjta. Tani të ikim të bëjmë nani. Në fakt unë do lexoj atë librin sepse jam dashuruar me atë librin, më pëlqen shumë dhe mezi pres ta përfundoj edhe pse te 100 faqe kam lexuar, por është interesant. Dhe kështu e planifikoj mbrëmjen time, do lexoj librin dhe do shihemi nesër sepse do zgjohem herët që të shkojmë të bëhemi gati, do ju marr me vete. Kam menduar se si do ta bëjmë make-upin edhe se si do t'i bëj flokët, mendoja t'i bëja të drejta, por pash që nesër është super shik, kështu që do t'i bëj me onde dhe të na rin tamam, sepse mua më fryen nga koha e keqe. Natën dhe shihemi nesër.